Të nderuara familje të dëshmorëve dhe martirëve, i nderuar General Raman Roma, deputet i Parlamentit të Kosovës, i nderuara nënkryetare Zonja Mlinaku, kryesuese Zonja Latifi, kryetari i Këshillit të Bashkisë Islame, Doktor Eyüp Resniqi, komandant i stacionit policor të Vushtrisë, familje të burgosurve politik, përfaqësues të shoqatave të dala nga lufta e ushtrisë kombëtare të Kosovës, të gjithë ju të pranishëm, përfaqësues të institucioneve që keni ardhur në këtë ditë të veçantë për të nderuar gjakun e 68 martirëve që u vranë barbarisht nga forcat kriminale paramilitare serbe. U vranë për arsyën e vetme se ishin shqiptarë që jetonin në trojet e tyre stërgjëshore, u vranë me motivin për të spastruar këtë vend dhe për të kolonizuar, ashtu siç ka ndodhur shpesh herë gjatë historisë. Por kjo tokë, ky vend, edhe kur u spastru plotësisht, me njëherë mbeten shqiptarët, sepse që kurse e falin Zoti, ky trull ishte i shqiptarëve dhe shqiptarët do të jetojnë këtu. E dhimbshme e ranë për të gjithë ne, kujtime të paharruara, brenga të mëdha, por themeli i lirisë, themeli i pavarësisë së shtetit të Kosovës është vetë gjaku i këtyre martirëve që u jiti këtë tokë dardane. Prandaj, të nderuar qytetarë, shumë të dashur familjarë të martirëve, që sot ju rikthehet në kujtesën tuaj kjo dhimbje e thellë, juve dhe neve duhet të qëndrojmë të fortë, sepse lirinë që po gëzojmë sot, institucionet që i kemi sot, shtetin që i kemi sot, nuk në adhuroj askush. Nuk ishte dhurat, ishte një rrugë shumë e vështirë, ishte një rrugë shumë e mundimshme, ishte një rrugtim shekullor, nga stërgjyshrit e këndej, dhe kjo u vullos me gjakun e dëshmorëve dhe martirëve për liri. Kjo u vullos me luftën heroike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të gjithë atyre bijve dhe bijave që ranë për liri.